Pas përfundimit të ndërhyrjeve në rrjetin e kanalizimit të ujit të bardhë në qytetin e Lezhës, ka nisur rikthimi në normalitet infrastrukturës rrugore. Për shkak të rritjes së fluksit qarkullues të automjeteve që drejtohen në rrjetin e Lezhës, ka nisur asfaltimi akse dëmtuara nga punimet nëntoksore, ndërsa puna do vijojë në gjithë qytetin. Punimet për rehabilitimin e rrugëve kanë nisur fillimisht në bulevardin Gjergjfishta, segmenti kryesor i qytetit që përdoret si alternativë nga pushuesit që vinë në Shëngjin nga Kosova. Të gjitha segmentet dëmtuara nga hapja kanaleve po shtrohen me asfalt, duke synuar përmirësimin e menjëhershëm të lëvizjes për qytetarët dhe mjetet, veçanërisht në kulmin e sezonit veror. Siç e shikoni, pas asaj rrëmuje normalisht që ka të bëjë me investimin e ujrave të bardha dhe ujrave të zeza, tani kemi filluar asfaltimin. Do procedohet në gjithë qytetin me një shtresë për të krijuar kushtet e nevojshme të lëvizjes për sezonin turistik. Pastaj do vinë shtresat e tjera, të cilat do ta konfigurojnë të gjithë sistemin e rrugëve të asfaltuara të qytetit në një histori tjetër. Ju kërkoj shumë ndjes për gjithë këtë rrëmuj pune, por ne nuk kishim se si e bëshim ndryshe. Është një investim për 16 milion euro që ka të bëjë me sistemin e kanaleve të ujrave të zeza dhe të bardha, ka të bëjë me ujësjetësin e Shëngjinit, Goca e Kakarriqës dhe të Lagjës Nën Tereza, të cilët kanë mbaruar. Është një ndër gjërat më të rëndësishme që kanë ndodhur këtij qyteti dhe ky qytet nuk mund të bëjë pa këto. Normalisht edhe kur rregullon shtëpinë, bëhet rrëmuj, bëhet e bezdishme, por në fundit rregullon diçka. Sot jemi me realitetin ndryshe për t'u thënë qytetarëve që ne nuk e kemi lënë rrugë asnjëherë, nuk do t'u lëmë dhe do vazhdojmë të punojmë. Disa shqetësohen nga puna, nuk shqetësohen nga mos puna. Ne kemi zgjedhur me punu. Qyteti do të fillojë të përjetojë një tjetër histori. Një histori e cila na ka mungu, që ka të bëjë me përmbytjet, ka të bëjë me ujë të zeza, ka të bëjë me cilësinë e rrugëve. Një pjesë e madhe e rrugëve të qytetit u dëmtuan si pasojë këtij investimi nëntoksor i cili synon të zgjidhë përfundimisht problemin e përmbytjeve në qytet, një ndër shqetësimet e vjetra të banorëve të Lezhës.